Pamje dramatike po qarkullojnë në rrjetet sociale nga kryeqyteti iranian Teherani pasi sulmet izraelite ndaj objekteve të naftës kanë shkaktuar zjarre masive dhe një rrjet të dendur tymi që kanë mbuluar qytetin. Sipas raportimeve, sulmet kanë goditur disa objekte të rëndësishme energjetike, përfshirë depon e naftës në Agdasie, në verilindjet të Teheranit, depozite e naftës në Shahran në perëndim të kryeqytetit, si dhe një tjetër depo karburanti në qytetin Karaj. Ushtria izraelite konfirmoi se ka goditur objekte të ruajtjes së karburantit në Teheran, duke pretenduar se ato përdoreshin për infrastrukturë ushtarake. Pas shpërthimeve, flak të mëdha u ngritën në qiell ndërsa tymi dendur u përhambi qytetin me më shumë se 10 milion banor, duke bllokuar rrezet e diellit. Banorët raportuan se gjatë mëngjesit u detyruan të ndiznin dritat në shtëpitë dhe bizneset e tyre për shkak të errësirës së krijuar nga tymi. Sipas autoriteteve iraniane, zjarret nga karburanti i djegur kanë vazhduar për më shumë se 12 orë pas sulmeve. Guvernatori i Teheranit, Muhammad Sadek Motammedayan, deklaroi se shpërndarja e karburantit në kryeqytet është ndërprerë përkohësisht. Banorët të shumtë kanë raportuar edhe një fenomen të pazakontë, shitëzi dhe mëvaj, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar për rrezikun e rreshjeve acidike dhe ndotjes së rënd të ajrit. Shoqëria gjysmëhënës së kuqe iraniane bëri të ditur se në ajër janë çliruar sasi të konsiderueshme hidrokarburesh toksike, oksidet squfuri dhe azoti, të cilat mund të shkaktojnë probleme në frymarrje dhe irritim të syve. Ndërkohë, forcat e sigurisë në rrugët e Teheranit janë parë duke drejtuar trafikun të pajisura me maska dhe veshje mbrojtëse, ndërsa qytetarëve u është kërkuar të qëndrojnë brenda shtëpive për të shmangur ekspozimin ndaj tymrave toksik. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Bakeaj, i dënoi sulmet e SBA-s dhe Izraelit ndaj objekteve të naftës, duke deklaruar se ato e kanë shtyr konfliktin në një fazë shumë të rrezikshme.